Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kukës, ku një i mitur mbeti plagosur pranë ambientit të shkollës që frekuentonte. Nga sa mësohet nxënësi i shkollës, 9 vjeçare Bajram Curi është goditur në kokë nga materialet inerte pranë kantierit të ndërtimit të shkollës në rikonstruksion. Sipas informacioneve paraprake, incidenti ka ndodhur në afërsi të godinës së shkollës, e cila aktualisht është në proces rikonstruksioni nga një firmë ndërtimi. Sipas dëshmitarëve, ngjarja ka ndodhur në momentin kur i mituri po përpiqej të merrte topin pranë kantierit të ndërtimit. Në atë çast, nga kati i tretë i godinës janë hedhur materiale inerte, të cilat e kanë goditur nxënësin, duke i shkaktuar plagë dhe dëmtime që kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme mjekësore. Sipas burimeve, në zonën e punimeve mungonin masat e duhura të sigurisë teknike dhe izolimi plot i kantierit, çfarë ka rritur rrezikun për kalimtarët dhe veçanërisht për nxënësit. I mituri është transportuar fillimisht në urgjencën e Spitalit Rajonal të Kukësit, ku ka marrë ndihmën e parmjekësore. Për shkak të gjendjes shëndetësore dhe natyrës së dëmtimeve, ai është dërguar më pas me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim më të specializuar. Inspektorati i Punës ka ndërhyrë menjëherë duke bllokuar punimet në godinë dhe duke vendosur shiritat e sigurisë për shkak të mungesës së kushteve teknike dhe masave mbrojtëse në kantier. Incidenti rikthen në vëmendje rëndësinë e respektimit të rregullave të sigurisë në kantieret e ndërtimit, veçanërisht kur ato ndodhen pranë institucioneve arsimore dhe zonave të frekuentuara nga fëmijë. Autoritetet pritet të hetojnë rrethanat e plota të ngjarjes dhe të përcaktojnë përgjegjësitë përkatëse në mënyrë që situata të tilla të mos përsëriten në të ardhmen.